Një iniciativë re politike nga Zvicra synon të përcjellë një mesazh të qartë për transparencë dhe barazi dhe procese gjyqësore që po zhvillohen ndaj ish pjesëtarëve të lartë të UÇK-s. 30 deputet nga spektri i plot politik zvicerian kanë firmosur një rezolutë përmes së cilës kërkojnë një procedurat në Hag të zhvillohen mbi bazën e standardeve ndërkombëtare të drejtësisë dhe respektimit të drejtave të njerëzit. Dokumenti, i cili fillimisht ishte drejtuar autoriteteve federale zvicerane disa vite më parë, tashmë do të udhëzonte drejt për drejt dhomave të specializuara si shprehje e shqetësimit për mënyrën se si po ecën procesi gjyqësor. Nënshkruesit argumentojnë se çdo vendim duhet të mbështetet në prova të forta dhe në gjykim të paanshëm, larg ndikimeve politike dhe perceptimeve publike. Sipas tyre, parimi i barazisë përpara ligjit është thelbësor, veçanërisht në çështjen që lidhen me konfliktet e së kaluarës dhe figurat historike të Kosovës. Ata theksojnë se vetëm një proces i drejtë dhe transparent mund të garantojë besimin e publikut dhe legitimitetin e vendimeve të gjykatës. Dorëzimi i rezolutës përkon me një fazë vendimtare të gjykimit në Hag, kur procedurat ndaj ish drejtuesve të UÇK-s po afrohen drejt përmbylljes. Mbështetësit e nismës shpresojnë që ky veprim të shërbesë një sinjal për respektimin e plotë të standardeve juridike ndërkombëtare dhe të shmangë çdo perceptim për drejtësi selektive.